Çfarë gjunohi bëjnë këta rinia, pra në mërgim pa punë me ndihmë të shtetit, është haram. Çdo kush i cili krijon skena, bën dokumenta fals, mashtron, ik ligjeve, keq përdor ndihmat, keq përdor rran, gënjen, bën faktura të rrajshme ose bën rezultate të mjeku të rrajshme, kreta këto janë haram. Pa marrë parasysh ku ja bën. Nëse dikush do në më arsyetu me faktin se ky s'është musliman, s'ka problem, na i themi harami është haram. Harami është haram. Muslimanit nuk i takon me rre, me mashtru, me tradhtu, me angull thikën mas shpine, me hap gropën mas shpine, kërkuj në botë. Nuk ka të bëjmë me tjetrin, ka të bëjmë me ty, karakterin tanë, me Zotin tanë. Keni kujdes musliman. Kjo gjë është haram nëse merr prej shtetit ndihma duke mos i merituar ato ndihma, pra me dallavere, me haram. Çunu punoni, gjallnani, mos rreni si çuçona duke prit prej dallavere me përfitu.